Shumë nga projektet që Bashkia e Gjirokastrës do të realizojë për vitin 2011 janë fokusuar në drejtim të investimeve në infrastrukturën e pjesës muzeale dhe historike të qytetit, që është listuar në trashëgiminë botërore të UNESCO-s. Kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës, Flamur Bime, i mandatuar për herë të tretë në këtë bashki, shpjegoi për ABC News disa nga investimet ku bashkia është duke realizuar. Një projekt madhor që është me kredi të Bankës Botërore ka qenë realizimi dhe bile në një mbledhje shumë të afërt të shpejt do të jetë realizimi i kushtetutës urbane të qytetit Gjirokastrës, që ka qenë një ëndër dhe për mua, po edhe një nevojë domosdoshme për qytetin e Gjirokastrës, sidomos për qytetin e Gjirokastrës, që ky projekt, pra projekti i plani përgjithshëm urbanistik, që ka elemente të tij, planin e rregullimit, planin infrastrukturor, që ka impaktin ambiental, njëkohësisht planin e gjelbërimit, dhe shumë nga elemente të tjerë të kësaj natyre. Do të tekstoja për plane dhe për projekte madhore, siç është projekti Unazës Skalas, siç është projekti për shembull i sheshit Çerçizit, që zgjerohet sheshi Çerçizit dhe njëkohësisht në sheshin e Çerçizit është planifikuar që do të ketë një parkim për mjetet. Njëkohësisht janë në vazhdimsi dy projekte madhore në qytetin e Gjirokastrës. Është Unaza e Grehotit, që bën të mundur dhe zgjidh shumë probleme që kanë të bëjnë me urbanistikën në qytetin e Gjirokastrës, dhe ajo është në vazhdimsi, është një projekt rreth 80 milion lekë të reja. Njëkohësisht është urbanizimi i pjesës më skajore të jugut, që është i lagjes Zinxhir. Sipas Bimes, në planin e ri urbanistik do të ketë një harmonizim midis ruajtjes së traditës historike dhe pjesës së re të qytetit, sipas parametrave bashkëkohor. Ka, si thua, një harmonizim të shkëlqyer midis asaj ekzistueses, tradicionales dhe natyrisht arkitekturës gjirokastërite, vlerave të trashëgimisë dhe historisë, me pjesën e re të qytetit Gjirokastrës. Dhe patjetër, brenda planit të përgjithshëm urbanistik, plani i rregullimit. Te plani i rregullimit ka është marrë parasysh natyrisht vlerat dhe trashëgimia e qytetit Gjirokastrës, po dhe detyrimet Karshi UNESCO-s dhe kësaj trashëgimie shumë të vyer, si thua, memorjes kombit, që ne e kemi njëkohësisht edhe përgjegjësi, edhe krenari, por dhe avantazh. Gjatë viteve të fundit edhe Gjirokastra nuk i ka shpëtuar ndërtimeve pa leje në zonën muzeale, e cila që nga viti 1991 e deri më sot numërohen rreth 80 të tilla. Por kryetari i Bashkisë Bime siguroi se jo vetëm nuk do të lejohet asnjë ndërtim në këtë zonë, por nuk do të lejohet as ndryshimi i pamjes arkitekturore të zonës muzeale.